Shikur nxjerrin tani që do futen edhe skanera në për këto institucionet shtetërore kështu për arsye të atit incidentit që ndodhi dje. Po se do e përdorin këtë. Ne kemi të gjitha këto, kemi 2000 dronat, kemi satelitët, kemi policët në përcepa. Kemi gjithë kamerat. Po kamerat që spunojnë, ajo aty rrotaqilja që është me i sistemi skaneri, domethënë aty që shef ke armë, s'ke armë, domethënë. Po prapë ndodh kjo gjë, këto deri diku. Këtë të djeshme do e përdorin ata, çofim tani të marrin masa. Po ta shohësh, po pra, duket se këtu kalojnë tamam te shpreha që thoni ju që unë s'po e them qëllimisht tani, po e kam thënë herë tjera. Tu mos duket sikur është leju vetë edhe kjo gjë ndodhi. Pse ato kanë informacion për çfarë do të gjëja, ato dinë se çfarë menohet, jo mos se çfarë flitet. O të gjithë kemi dosjen e vet. Po, por ato ndoshta kanë lejuar dhe vetë ato gjën që ndodhte dje që nesër dali mreti, krijon problemin si dhe zgjidhjen. Po duhet pra kjo tash. Si ju kam thonë ty, juve para disa kohësh, ju kam thënë që duhet pra edhe kjo drejt. Ja, ndodhi kjo. Duhet këtë tjetër tani. Marrin masa tani. Si çan për shkollrat e fillore. Pra këto e kanë krijuar problemin vet, e kanë çu situatën deri këtu ku është, që po përkeqësohet, po vjen momenti tani, ka shku në fund edhe do shpërthet, do hapet ai kapaku e puseta e halës, do dali tani gjithë ajo. Do na bi fytyrës, do na urojmë që të mos jemi pjesë e asaj gjës, domethënë ato shqiptarët e pastër, ato shqiptarët me shumë mund, me shumë sakrifica që po mundohen të ndërtojnë jetën fatkeqësisht në këtë vend, që na ka rënë për pjesë, domethënë që s'po gjejmë dot hapësira gjëra të tjera, se po na vjen turp e zor, jo se ndjem veten shqiptar ose ta duam të vend, siç është Shqipëria, por në këtë gjendje ku i kanë çuar Shqipërinë të vend ta me 7500 njëshin, me këto ligjet që janë as ligje, me këto gjëra, me këto situatat e lidhura nyje që i kanë bërë aq pisk punët, dhe hajde të zbërthejnë shqiptarët që kanë gjetë formën tani për të kërkuar drejtësinë e 30 viteve, shkon një njeri vret gjyqtarin brenda në seancën gjyqësore, brenda në sallën e gjyqit, në vendin ku pritet bëhet drejtësia. Pra është ndërtuar ai vend aty, ajo tavolina aty, ajo karrike aty, është veshja e tij për të bërë drejtësi mes 2 ose më shumë palëve, që secila palë kërkon atë drejtën e vet, që ky hendek, kjo grop e madhe, gjithë këto probleme, gjithë këto deg ndryshme që janë krijuar këto probleme për shkak të këtij shteti, ose vetë shteti ka krijuar. Edhe shkon një qytetar, nuk du të hy tani, është vepër shumë e rëndë, nuk du të futem tani se çfarë historiku ka pas gjyqtari që po komentohet gjithë tani nëpër media, kushdo me ato titujt e vet bombastik, që duke thënë jo po kishte, jo po ande, jo po këtë, ose zotëria që mori të hap ndoshta të mirë menduar ose të menduar prej kohësh, që shumë shqiptar, du të them edhe këtë që si gazetar që i shoh pak gjëra pak më ndryshe, pak më ftohtë, dhe pjesa më e madhe nuk e di e ke vënë re ti apo jo, por ajo se çfarë po glon sot nëpër rrjetet sociale, pra që është kthyer media sot edhe rrjetet sociale, ose le të themi në formë sondazhi online, nëpërmjet komenteve ose nëpërmjet atyre se çka kanë shprehur njerëzit, thonë që bravo që doli dikush që reagoi në këtë mënyrë, edhe pse nuk është e pranueshme në shoqëri. Po janë pro autorit. Janë pro kësaj ngjarje, thonë që doli dikush që e çoi të vërtetën e vet ose atë të drejtën e vet në drejtësi. Se pse nuk ka pritur, se këtu po shohësh, tu ka shumë njerëz si ky autori në Shqipëri. Janë me dhjetra, me qindra që e kanë menduar atë gjë. Që e kanë menduar dhe që e mendojnë, mund ta mendojnë edhe tani mund t'i hapi rrugët e të tjerëve, kjo është akoma më e frikshme. Po pse ka ardhur kjo? Se shteti vetë ka krijuar këtë gropën, shteti vetë ka bërë sikur ka po jep zgjidhje kësaj të rregullimit të kësaj gropës ose mbylljes së kësaj grope nëpërmjet drejtësisë, avokatëve, prokurorëve, institucioneve, po gjykatave etj. Ndërkohë që s'funksionojnë. Janë aty
për show që i kemi, por nuk zbatohen ato gjëra që supozohet se duhet të zgjidhen kur njerëzit po rikin në ato institucione. Aty në këta dy palët, se janë dy entitete, dy ekzistenca, dy fenomene tani këtu, ky gjykatësi përfaqëson shtetin. Shtetin. Prandaj doli Edi bashkë me Salën edhe u bashkuan dhe thanë që do pësoj dënimi më të madh të mundshëm për atë që bëri. Se reaguan të dy, ë? Patën të deklaratën të dy dhe u shprehën të dy një lloj, sepse e morën personale, përfaqëson ai gjykatësi përfaqëson këtë gropën e madhe, këtë kaosin që ekziston në shtet, kurse pjesa e popullit që edhe është viktim, pra gjykatësi është viktim të kësaj grope që kanë kriju këta më. Po jo, ai ishte bashkë me sistemin. Bashkë me sistemin, pra po ai të njëjtën punë bënin. Të njëjtën punë bënin, por ai ka bërë sistemin që ka ndërtuar këta. Po, ajo pra, në atë grope e kanë fut këta. Ai ishte rezultati i këtij sistemi. Këtij sistemi, pra, këtë po them. Kurse ai autori përfaqëson në një farë mënyre popullin e padrejtuar prej dekadash që nuk ka më shans të gjejë drejtën e tij. Prandaj dhe ato reagimet, komentet. Medal, po, okay, ndjes nëse ke komentim edhe po të shkëpuz nga mendimi, por duke lidhur me ato 3 pikat që theti, duhet qëndroj pak ke pika e tretë tek magjia. Po ta shohësh gjithë ato situate, duket mirëfilli si një magji. Po, sikur kanë hyshtur njerëzit. Sikur ka një lloj situate shumë komplikuar, shumë ndërlikuar, shumë vështirë për thonë ore. Si ka mundësi, apo ky është ai që mund të pres drejtësi, po ky nuk supozohet se ky do ma zgjidhi. Po si ndodhi më këtu, ç'e bëj unë këtu, ku jam, po kam 30 vite që jam këtu, nuk del para pasqyrës, po njoh më vetëm. I kam dhënë lek ti, kam dhënë lek atij, hap gojën tu, hap gojën atij, po më thon pastaj po s'është ajo ti ke gjë që ti ke vesh, nuk je ti, kush unë bau. Arseni nuk e zgjidhi po. Te rrihemi në gjyq. Atje. Po ai kishte konsumuar të gjitha mënyrat, të gjitha rrugdaljet, s'kishte askund rrugdalje. Edhe kaloi tek vetë gjyqësimi pastaj. Nuk ose jeni dakord me vrasjen, sepse thon tani ti heqësh jetën tjetër nuk është e drejtë askujt. Po të mendosh, ky sistem po na i heq jetën në forma të ndryshme, gradualisht, ndoshta jo në mënyrë aq drastike, bam dhe poshtë në tokë, po e bën me forma të tjera. Njerëzit po emigrojnë akoma, po ikin nga shtëpia, po braktisin vendin në burr. Për çfarë po e bën këtë? Se janë të lumtur këtu, u velen nga lumturia. Janë velu nga padrejtësia më burr. Nuk funksionon asgjë. Edhe arriti pastaj, ajo që ndodhi dje, ishte shpërthimi i thesit, u mbush thesi, shtetullas atje dhe pati një shpërthim. Kupton? Tani ajo që ndodhi dje, ajo mund të ketë vazhdim. Mund ta bëjë dikush tjetër, me sa po shikojmë këtu, këta nuk po funksionojnë. Drejtësi s'ka, është iluzion, është nirvana. Do kalojmë, po na detyrojnë këta vetë, të kalojmë tani në masa drastike. Edhe kjo vjen si rezultati që nuk po funksionon gjë, është zero. Janë aty formalisht ato institucionet atje. Nuk shërben, nuk janë për shërbimin ton. Janë për të shërbyer sistemit, për të kamufluar. Janë bërë shumë pisë, është bërë shumë pisë gjithë situata. Çfarë do gjithë komponentë, gjithë elementet që janë fut pjesë të kësaj, të këtij filmi, të kësaj ngjarje, të kësaj gjë. Janë në rol, janë gjithë në rol, pra askush nuk është i vërtetë në këtë mes. Po. Dhe të gjithë janë të veshur, dikut i ka pëlqyer ai rrezveti, ajo formë që i ka bler atë dhe ka përdor atë të shkruar që është aty e ka përdor në favorin dikujt tjetër, si kështu thuhet paktën në këtë siç ka zbardh deri tani që thonë që ai ja dha atyre pronën time dhe ndërkohë që prona është e ime, ndërkohë pala tjetër thotë që pra këtu ka një lloj nga të gjitha pjesët, nga të gjitha anët, të gjitha komponentë, të gjitha elementet që janë bërë pjesë këtu, prandaj unë e konsideroj është fiks si një magji. Është ajo që se askush nga këta nuk e ka, paktën kur e sheh kështu si panoramë, si një ngjarje. Pra ti e ke shumë vështirë thuar që ore kush është me ndërgjegje nga këta? Me ndërgjegje. Në ato ambiente me ndërgjegje. Ato shoku janë për të pasuruar këtu. Çe këtu, atë të shtojnë ato zerat, ato shifrat nëpër llogaritë bankare. Këtu po i pin gjakun këtij popullit apo. Po e shtrydhen në busi si lop. Po ja mielin dhe atë që s'ka më duan t'ia shtrydhin deri në pikë të fundit.
Ajo është që gjithë qëllimi. Dele ai pastaj imagjino menoj Berishën për shembull ose Ramën nga shtëpia duke reaguar për këtë Dy ngjarje. komunistat, po. Duke reaguar për këtë ngjarje, njëri mund të jetë me, ku diun, me 3-4 kështu. Ku diun, si e menoj me film Tony Montana për shembull, kupton? Krye mielësit, po. Duke ne për shembull, duke pa në film aty për qef, duke ku diun, pa e marr kështu, pa hy fare këtyre detajeve doon që fliten e përfliten sa ndaj te. Po e them, po e banalizoj me cigare për shembull. I pura. Me i pura. Kupton, nuk po hy aty gjonave të tjera që thon ose përfliten. Havane. Me i pura ai duke pa vraj, ja. Po kë? Po jo, dënimi maksimal, ndërkohë që këto janë vetë arsyeja. Po pra. Këto janë ato që kanë krijuar këtë. Dalim me shpat tani. Këto janë ato që kanë krijuar. Kjo është ajo përçarja që ne kemi thënë her pas here, domethënë. Kjo është ajo. Kjo është përçarja që kanë gjithë ato që kanë krijuar domethënë këtë vend. Se bëjnë si kundërshtar. Edhe ata qeshin vetë aty edhe. Sa mirë, ja ku i kena po. Po vrasin njëri tjetër. Njëri është atje e ruin 20 veta poshtë ose 20 veta lart ku është. Tjetri ka buka i bunkerëve që e ruin 200 makina rreth e qark që ti me dal mira mali dajtit për qef me moraje të pastra atje, meqense s'kemi vend tjetër. Nuk del dot se del polici ku po shkon ti, thotë se këtu e ka shefi më shtëpi. Territorin? Po. Edhe çfarë si e kalova? Pastaj dalin edhe thonë jo të dënohet me dënimin maksimal. Kupton? Kur të dënohen po të dënohesh ti më se ti ke bokse. Këto e kanë krijuar. Ato dy që na kanë lënë 50 vite mbrapa. Jo vetëm 50 minimumi, vite, po edhe për rasti konkret, këta janë fajtorët e kësaj gjëze më. Po, sigurisht janë ato. Po ato janë të mbrojturët e sistemit ata mëlla. Janë këto që nëpërmjet tyre kalojnë gjona që neve të shtrydhemi. Këto janë. Edhe dalin pastaj bëjnë tani që ishte akt i rënd. Ai ishte akt i rënd, po këtyre nuk i plas trapi fare që u vra një nga ushtarët e tyre që i shërbejnë sistemit që ata janë në krye të këtij sistemit. Që duken se marioneta janë, ata që komandojnë mbi ata. Po, qartë, se mos i se më ashtu. Edhe bëjnë gjëra sikur tani po i dhimbset këtyre, dënim maksimal këtë me radhë. Po ata e kanë pushkatuar, e kanë ekzekutuar këtë vend për kaq kohësh më burr. Ata janë pillat e komunistave, pasardhës të tyre janë. Na kanë gropos aty ku s'man, na kanë varrosur kush e di sa herë, jo vetëm një herë. Na kanë zhyt, na kanë fundos fare. Nuk po bën hajër ky popull këtu më s'po shefi ditë bardhë burr. Përveç atyre asaj pjesës që është kompromentuar me këta që marrin të llokmën e sigurt të tyre, quaj patronazhista, quaj tifoz të parti dhe ku dëgjon që kanë kapi llokëm aty, përveç atyre, po pjesa më e madhe është u vujtë burr. Gjën më të vogël nuk e zgjidh dot. Ku do përplaset? Të gjitha zyrat janë të kapura. Kujton se i kanë lënë ato shërben ato zyrat atje për të zgjidhur problemet e njerëzve. Ata janë për të bërë sikur janë aty, sikur shteti funksionon, shkon ti troket, po ta hapën derën, po u futet, dakor, pa ashtu, po arrit të futesh, të japin gjëja, shikon se do e shohim, e kemi dosjen këtu, po kalbet, prit se ka zënë ca marri manga, por do e shohim një ditë. Do merrem me çështën tënde, po na vjen keq, po kemi edhe ca raste të tjera që duhet marrë njëra ato, se kështu është edhe me këtë rastin e këtij incidentit të fundit. Janë ca tjera që duhen të zgjidhen një herë më parë, kur ti vi rralla këtij djalit të ri, do e kapet flash. Do e kalbi sa do e kalbi me në i ven aty të mbajnë, me në i burg aty, edhe kur t'i vi rralla pasaj të zgjidhin. Shikon sa të shpejt jemi neve. Prandaj do ju sjellim me inteligjencën artificiale që t'i zgjidhi çështjet shpejt e shpejt. Shikon është për të mirën tuaj. Pranojeni, lidhuni, fusni në gjë nëpër dur. Bëni pagesat me telefon. Atë se do ju shërbej juve. Kështu kam për të sjellë. Krijen problemin, vin me zgjidhjen. Është taktike kështu, rezultative për ata. Kurse neve e hajmë për herë.